i cili ka bërbuj në fillim të viteve 90 dhe kulmin e ka arritur në vitin 1997, viti i cili njihet si një luftë civile apo në periudhën kur shteti e humbi fuqinë e tij, pra kemi trazirat e marsit të vitit 1997, ku për shkak të firmave piramidale, të ngritjes së revoltës popullore, por edhe të dezertimit, pra të gjitha institucionet e asaj periudhe, sidomos policia, ushtria, i hapën depot. Pra, në atë periudhë kemi qeverisjen e Partisë Demokratike, e cila i ka dhënë armë, pra Kalashnikov, pistoleta, gjithë antarëve të saj, pra doli një direktiv në atë periudhë ku të armatosej populli dhe bëri që të hapeshin depot e ushtrisë dhe ushtarët të dezertonin. Pra, ende nuk është qartësuar nëse kemi të bëjmë me një luftë civile, një agresion popullor apo me një dezertim të planifikuar nga qeverisja apo nga drejtimi i atëhershëm i qeverisë, ku në atë kohë ka qenë në pushtet Partia Demokratike. Kemi pasur një republikë e cila ishte republikë me fuqi presidenciale, pra dispozitat kushtetuese të vitit 91 diktonin, pra i jepte shumë pushtet presidentit të asaj kohe, pra zotit Sali Berisha, i cili drejtonte gjithë qeverinë dhe kishte një fuqi absolute në drejtimin e saj. Dhe natyrisht që në atë periudhë të gjitha ato kontingjentet kriminale, cilat kanë pasur një historik të shkuar, pra historiku nuk është vetëm në fillim të viteve 90, por edhe përpara viteve 90, ku të gjithë ne jemi koshient të gjithë të burgosurve ordiner, të cilët kanë qenë në burgjet e komunizmit, sepse nuk kemi pasur vetëm të burgosur politik, por edhe të burgosur të cilët ishin për çështje penale, pra kundravajtje penale, çështje ordinere, siç mund të ishin vjedhjet, rrafjet, vrasjet, pra dhe të gjitha të dënuar dolën me një amnisti totale që u bë në fillim të viteve 90 me ndryshimet demokratike ku u hapën burgjet. Dhe aty ishte eksodi i parë, ku shumë prej tyre dolën jashtë, pra edhe patën një lloj lulëzimi, qoftë në Evropën perëndimore apo në Greqi, ku shumica prej tyre emigruan në Greqi, dhe eksodi i dytë, apo le të themi kontingjenti i dytë ishte pas vitit 97 apo në vitin 97, ku në trazirat e marsit 97 u hapën burgjet, dolën gjithë të burgosurit, pra ata të cilët ishin dënuar për çështje politike, pra për çështje politike këtu kemi parasysh gjithë ata zyrtarë të cilët kishin drejtuar përpara viteve 90 apo cilët ishin zyrtarë komunistë dhe kishin marrë dënime penale, por shumica prej tyre ishin kontingjent të cilët kishin kryer vepra penale dhe kryesisht në fushën e vjedhjes, në fushën e plagosjes, të rëmbimit, të vrasjes, edhe pse shteti në atë periudhë nuk ka qenë i fuqishëm, që do thotë nuk i ka luftuar, përkundrazi ka inkurajuar grupet kriminale, pra kemi pasur si duket ndonjë lloj strategjie të tillë, por edhe mungesë së ligjit penal, ku shumë prej femrave, gocave të reja, të cilat trafikoheshin dhe dispozitat e kodit penal të asaj periudhe nuk kishin, pra lidhur me trafikimin, nuk ishte penalitete, dhe kjo ishte lënë, besoj unë, tani kur bëjmë një lloj analize të gjithë kësaj situate, ishte lënë ndoshta me vullnetin e politikës, ku kemi parë që në fillim të viteve 90 gocat mashtroheshin,
trafikoheshin për të prostituuar në vendet e Evropës perëndimore, dhe kur vinte puna, policia nuk reagonte, nuk kishte dënime penale, shmangeshin të gjitha ata persona të cilët i kryenin këto krime. Dhe në vitin 97, pra kemi një amnisti të gjithë tyre që kishin kryer vepra penale dhe natyrisht grupet kriminale filluan që të lulëzonin. Fillimisht kanë qenë duke marrë parasysh qytetin e Beratit, që është një qytet i vogël dhe aty le të themi konfliktet nisën për çështje banale, që do të thotë duke filluar me konflikte të cilat ishin për çështje motive të dobta dhe arritën në konflikte asmërie, ku dy grupe, dhe kemi pozicionimin e dy grupeve. Grupi i parë është grupi i Gjashkaçit, pra në hyrje të qytetit Beratit, dhe grupi i dytë është grupi i Vakëfit, që Lagja Vakëf është në dalje, pra në dalje të qytetit të Beratit, tek rruga që të çon për në Skrapar apo në Poliçan, pra është në pa shkuar tek spitali ose pa shkuar tek fiqt që i thonë asaj zone, dhe këto grupe u pozicionuan ku grupi i Vakëfit nuk mundet që të kalonte, pra nuk e kalonte pjesën e urët së Gorisës. Pra deri aty ka qenë një lloj ndarje e qytetit Beratit, ku njëri grup zotronte pjesën e Yrjes, pra kombinatin, Gjashkaçin, Murat Çelepias, që është ajo lagja aty, ose dëshmorët e kombit, quhet ndryshe, varrizat e dëshmorëve që janë në Yrje të qytetit Beratit, dhe ndërkohë që pjesa tjetër ishte sipër, pra duke filluar nga gjysma e lagjës Mangalem, dhe pjesa kur merr, pra kalon agjensi, dhe pjesa e Malores në të majt, që ngjitesh në lagjen Vakëf 30 vjetori, pra ishin këto territore të ndara. Konflikti lindi për motive të dobta dhe natyrisht filloi edhe këto konflikte u zhvilluan, u thelluan, sepse do të kuptojmë që në atë kohë Altin Darda ka qenë pra një i ri në moshë, kishte një të kaluar kriminale, pra kishte rekorde kriminale, dhe ai ishte i pa përballueshëm për mënyrën se si i kryente këto krime. Pra duke filluar vrasjet të cilat ai ka kryer thjesht vetëm për lojë, mes shokëve të tyre, duke goditur qytetarë të pafajshëm, pra ata kanë qenë gjithmonë në efektin e lëndëve narkotike, kryesisht kanabis sativa, por edhe kokainë, pra përdornin kokainë në atë periudhë dhe aktivitetin e kanë zhvilluar sidomos me grabitje. Pra qytetarët cilët kalonin tek aksi, pra në aksin rrugor që çonte Berati lidhe me qytetin e Lushnjës apo me Tiranën, që ishte një aks goxha i rëndësishëm, pjesa e Beratit që lidhe me qytetin e Fierit, pra rrugë të cilat qytetarët do kalonin, pra bënin tregti me këto qytete, kalonin për çështje të tjera familjare, dhe natyrisht kryesisht merreshin me plashkitje apo me vjedhje, me grabitjen e qytetarëve që kalonin aty. Dhe duke marrë një emër për keq kjo bandë, e cila ishin kthyer në tmerrin e qytetit të Beratit. Pra krimet që ka kryer Altin Darda ka qenë kryesisht, jo kryesisht, por përgjithsisht të gjithë ata të cilët ka vrarë kanë qenë njerëz të pafajshëm, dhe gjeti rezistencën e vëllezërve Tomori, të cilët për shkak të vrasjes njërit prej vëllezërve
filluan që të tjerët të angazhoheshin dhe ta merrnin seriozisht vënien në shënjesër dhe zhdukjen e Altin Dardës. Dhe ndaj tij janë kryer një sër atentatesh, pra atentate të cilat kanë rezultuar të pa suksesshme, por kemi dhe kundër reagimin e Altin Dardës, pra duke u maskuar edhe me ambulancë, pra me ambulancë ka shkuar dhe ka terrorizuar, pra ka vrarë njerëz të pafajshëm qytetar në zonën e apo në lagjen Vakaf. Dhe në atë kohë kemi edhe zotin Mitat Avari, i cili shkoi, pra ai u caktua pas ngjarjeve të 97-s, ishte kryekomisar drejtuesi i Komisariatit Policisë Berat, natyrisht ka bërë një punë të jashtëzakonshme për zhdukjen e bandave, për vendosjen e shtetit ligjor dhe të ligjit në atë periudhë. Dhe në atë kohë ka pasur një bashkëpunim mjaft të ngushtë policisë dhe qytetarëve të cilët ishin në zonën e Vakafit apo në zonën e 30 Vjetorit, në mënyrë që të kishte një lloj bashkëpunimi dhe neutralizim të Altin Dardës. Për pa sukses, ai ka shpëtuar. Pse ishte kaq i rrezikshëm Altin Darda? Pse ishte kaq i mistershëm? Çfarë bëri që ngjitej në ato podium që edhe flitet sot e kësaj dite? Atëherë gjithë imazhi që ai kishte krijuar, pra vrasjet makabre që kishte bërë, vrasjen e plejve, pra ishte i pamëshirshëm edhe tek fëmijët të cilët ishin adoleshent, tek plejt, pra duke i marrë dhe në shënjesër, pra ai kishte një famë për keq, pra një tmerr, ishte kthyer në tmerrin e qytetit Beratit, dhe në momentin që ligji, shteti nuk funksionoi në atë periudhë, natyrisht që shumica e qytetarëve që ishin qytetarë të thjeshtë dhe duhet ta pranojmë që shumica e njerëzve donin qetësi dhe nuk donin të konfliktoheshin për shkak sepse nuk kishin mbështetjen e shtetit, dhe të gjithë familjarët apo njerëzit cilët nuk donin të përfshiheshin në këto situata, mundoheshin që t'i shmangnin ato dhe natyrisht që të kryenin një lloj distancimi nga këta bandit, të cilët në një anë ishin gjakatar, ishin primitiv, por nga ana tjetër ishin edhe keqbërës sepse ishin plashkitës. Pra gjithë furnizimi apo mbjetesa ekonomike apo mbajtja e këtyre bandave apo kësaj bande ka qenë thjesht plashkitja, sepse nuk ka pas të ardhur tjetër. Grabitja, plashkitja, gjurmonin njerëz cilët ishin marrë me biznes dhe i shkonin në shtëpi i vidhin, apo edhe ato vidhje të cilat i prekën pak më sipër në rrugët nacionale ku grabisin qytetarët e pafajshëm. Dhe kjo është diçka e natyrshme që nuk ka ndodhur vetëm në qytetin e Beratit, por në shumicën e qyteteve të Shqipërisë, ku shumica e qytetarëve mundoheshin që të stepeshin në atë jetën e tyre familjare dhe të kishte një lloj komunikimi, bashkëpunimi me njerëzit e ngushtë, me familjarët, farefisin, miqtë e ngushtë, sepse kemi pas shumë raste ku me rënien e shtetit kemi edhe një lloj përfytyrimi të njerëzve të cilët e nxorën veten e tyre në momentin që shteti ra. Pra, në momentin që shteti pushoi së funksionuari, shumë qytetar, shumë njerëz filluan që të shfaqin anën negative dhe një prej tyre ishte edhe Altin Darda, por ai u plagos, pra në momentin e plagosjes së parë u zhduk një periudhë, pra duke shkuar dhe jashtë në atentatin e parë që pati, dhe ai mori një plumb në sy, ku syrin e hoqi, edhe vendosi një sy tjetër, pra një sy plastik, i cili duke si një sy i vërtet, me kurimin e tij dhe me marrjen filloi edhe që të merrte një rigjenerim
dhe ta merrte veten, ai u rikthye sërish në qytetin e Beratit në mënyrë që të hakmerrej ndaj vëllezërve Tomori dhe ndaj bandës, jo ndaj bandës, por ndaj grupimit që ishte në zonën e Vakafit. Dhe për këtë filloi edhe që të bënte një lloj ndryshimi edhe në imazhin e tij, duke u tjetërsuar si femër, pra duke vënë paruke, duke u veshur si femër në mënyrë që të jetë e lirshëm, dhe ai filloi të bënte disa vrasje, pra në zonën e 30 vjetorit, pranë stadiumit, ku ka vrarë shumë kundërshtarë të tij, vetëm sepse nuk u diktua. Pra, ata menduan se e kishin vrarë Altin Dardha në atentatin e parë, por Altin Dardha u maskua si një femër, duke vënë paruke, ishte veshur me veshje femre dhe tregojnë që momentin që ai ka shkuar ka qenë me makinë dhe askush nuk e ka diktuar. Veshjen e ka pasur me paruke, pra paruket kanë qenë të gjata, një veshje ekstravagante, pra duke fiks si një grua apo si një femër. Në momentin që ka dalë nga makina, atëherë ka nxjerrë Kalashnikovin dhe i ka sharruar personat cilit ishin në lokal pranë stadiumit Dinamo, duke vrarë kundërshtarët, tre prej kundërshtarëve të tij kryesor. Dhe më vonë ne kemi edhe një moment tjetër kur Altin Dardha rikthehet në pjesën e zonës së Vakafit në mënyrë që të hakmerrej dhe aty thonë që ai është neutralizuar dhe është vrarë. Por askush, pra është njëri variant që është vrarë aty, por një variant tjetër, i cili është varianti më i besueshëm, është varianti se e kanë vrarë në qytetin e Janinës. Pra, kemi shumë informacione të cilat i afrojnë burimit kryesor, ku ata thonë që vrasja është bërë në qytetin e Janinës, duke qenë se Altin Dardha fshihej në këtë qytet, ku kishte ngritur edhe një aktivitet. Pra kishte shumë bashkëpunëtor të cilët kryenin aktivitet kriminal në qytetin e Janinës dhe në zonën e Greqisë së Veriut, kryesisht merreshin me trafikimin e lëndëve narkotike, të llojit kokain, ku ata përgatisin gjithë ngarkesën e tyre për në Evropën perëndimore, por kemi edhe një variant tjetër, i cili, pra një alternativë tjetër e cila mundet që të ekzistojë dhe që është e vërtetë, sepse nuk kemi një ADN lidhur me, pra nuk vërjen e ADN-s për Altin Dardhën, por një variant tjetër është që ai të jetë ende gjallë. Pra ka ndryshuar identitetin, ka ndryshuar imazhin, ka bërë operacion dhe i është fshyer, pra është drejtësisë shqiptare, duke vijuar aktivitetin e tij, kryesisht mund të jetë në zonën e Hollandës, Belgjikës, pra në vendet e ulta, ku ka ngritur një grup të mirë strukturuar kriminal. Natyrisht ai u hakmor edhe ndaj pjesës më të madhe, pra të kundërshtarëve të tij, duke i eliminuar një nga një, dhe besohet që mundet të jetë rikthyer sërish në qytetin e Beratit apo në Shqipëri, pra si vizitor me identitet të rem dhe në mënyrë që t'i shmanget edhe drejtësisë, ndonse të gjithë, pra në gjendjen civile ai ekziston, rezulton i vdekur, pra një person i vdekur. Kjo ngjason edhe nëse ne do t'i referohemi rastit të fundit të zotit të Ervis Martina, i cili mendohet që edhe ai mundet të jetë zhdukur. Pra një alternativë është që ai të jetë tjetërsuar, të ketë ndryshuar imazhin dhe të gjithë identitetin e tij në mënyrë që t'i fshihet drejtësisë, por edhe
hakmarrjeve, por edhe mundet të jetë zhdukur, pra i takon organit të akuzës i cili të aprovoj një fakt të tillë, por një nga variantet më të besueshme është që Altin Dardha mundet që të jetë edhe i gjallë. Kështu që natyrisht janë çështje të cilat janë arkivuar në fushën e drejtësisë apo organi akuzës i ka mbyllur, por unë mendoj këto çështje duhet të rihapen, pra sidomos viti 97 është viti i cili ka sjell shumë të këqija këtij vendi, pra askush nuk ka mbajtur përgjegjësi për krimet e atyre kohëve, pra kemi njerëz të pafajshëm të cilët kanë ikur nga kjo botë, kemi zyrtarë të cilët nuk janë dënuar dhe nuk janë hetuar, askush nuk ka mbajtur përgjegjësi lidhur me çështjet të cilat kanë ndodhur në atë periudhë, por edhe me gjithë veprimin dhe mosveprimin e shtetit. Pra, besoj që duke qenë se prokuroria e posaçme është një prokurori e specializuar kryesisht për çështjet, për krimet që kryejnë politikanët apo zyrtarët e nivelit të lartë, duhet që të rihapet çështjet e vitit 97, sepse çfarë ndodh? Gjithë ajo periudhë dhe komunizmi, pra askush nuk mbajti përgjegjësi për krimet të cilat kanë ndodhur në kohën e komunizmit, ku ata zyrtarë të cilët u dënuan për çështje ordinare, pra për çështjen e kafeve, se kishin pirë shumë kafe dhe kishin harxuar shumë lekë me kafe. Kemi vitin 97 që askush nuk ka mbajtur përgjegjësi. Kemi edhe episode të tjera të cilat kanë ndodhur pas vitit 97 dhe askush nuk ka mbajtur përgjegjësi, ku janë vrarë qytetarë, kështu që është vendosur një praktikë e tillë mos ndëshkueshmërie ndaj zyrtarëve të cilët nuk veprojnë apo veprojnë keq në situata të vështira, apo situata të cilat cënojnë jetën e qytetarëve apo sigurinë e tyre. Kështu që është koha dhe momenti që këto çështje të rihapen, të gjithë ata të cilët kanë kryer krime, sepse kemi shumë bandita asaj kohe, të cilët vjojnë jetën e tyre, pra janë bërë sipërmarrës suksesshëm, edhe pse mundet të kenë gabuar, pra në sensin që kanë grabitur paratë e qytetarëve, të cilët kanë grabitur qytetarët dhe vinë si njerëz të cilët e trajtojnë këtë situatë apo çështjen e tyre si diçka si një sipërmarrje e suksesshme. Kështu që edhe shumë prej këtyre janë aratisur, kanë shkuar jashtë, kanë kërkuar strehim politik në vende të ndryshme të Bashkimit Evropian, por edhe në vende të jashtë kontinentit evropian dhe kthehen si sipërmarrës, pra e mbajnë veten si sipërmarrës të fuqishëm. Kështu që një prej tyre mundet të jetë edhe Altin Dardha, të cilin e mundet ta kemi me një identitet tjetër dhe me një imazh tjetër. Ka shumë punë për të bërë prokuroria e posaçme. E dim që është e ngarkuar, por duhet të shtoj numrin e prokurorëve, stafin e tyre dhe ka shumë lëndë apo çështje për të cilat duhet t'i japi zgjidhje që kanë cënuar sigurinë kombëtare, por edhe buxhetin e qytetarëve shqiptarë. Avokat, sa ka lidhje figura e Altin Dardhës në një paralele me Ervis Martinajn? Ka një paralele 100%, pra mua më duken si një déjà vu midis Ervis Martina dhe Altin Dardhës, sepse Altin Dardha, pra ende kemi dy alternativa të cilat ekzistojnë për Altin Dardhën. E para është alternativa që ai mundet të ekzekutuar në shtetin grek apo në qytetin e Janinës, dhe alternativa e dytë është që ai mundet të ndryshuar identitetin. Disa thonë që është ndryshuar imazhi, pra imazhi nga mashkull në femër, duke u bërë një transvestit, pra duke ndryshuar gjithë pamjen e fytyrës, pra flokët, duke i zgjatur, duke ndryshuar edhe trupin, duke bërë me gjoks, pra si një femër, dhe fiks duke u dukur si një femër. Dhe te kjo alternativë, pra që ka ndryshuar identitetin, është se ka ndryshuar imazhin si mashkull. Që do thotë
ka bërë operacion plastik në fytyrë është prap mashkull, por me një imazh tjetër dhe me një fytyrë tjetër, siç ishte Michael Jackson që ndryshoi fytyrën e tij me operacion plastik. Këto ngelen për të vërtetuar dhe i takon organit të akuzës ta vërtetojë, dhe ndërkohë që tek Elvis Martinaj është e njëjti episod. Pra episodi i parë është që mundet ta kenë ekzekutuar. Ekzekutimi mundet të jetë të formave të ndryshme, që ne kemi diskutuar, pra ose i është shtetur stallës së derave për ta shqyer dhe për ta ngrënë, ose është futur në një vask me acid. Këto janë ato alternativat që mundet të kenë ekzistuar, dhe një variant tjetër është që ai ka ndryshuar identitetin sipër sa i përket dokumentave, duke marrë një identitet tjetër të një qytetari të huaj, i cili mendohet të jetë europian, por edhe imazhin e tij, duke ndryshuar me operacion plastik imazhin e tij. Emëruesi tjetër i përbashkët është se në të dyja këto raste nuk kemi gjetjen e trupit. Pra, edhe Altin Dardha thonë që u vra në Janin, trupi i tij nuk është i gjetur, që do të thotë nuk është bërë ADN-ja, pra për një trup që ne mund të jetë një vrasje që ku është dhe mund të në atë kohë është thënë që ky është Altin Dardha, po ndërkohë që duhet bërë ADN-ja dhe analizat e sakta, dhe për Elvis Martinajn nuk kemi identitet, nuk kemi trupin të gjetur në mënyrë që ne të bëjmë ADN dhe të shikojmë që ky është Elvis Martinaj. Pra këto janë shumë të përbashkëta. Ajo që nuk është e përbashkët është që një ngjarje ka ndodhur në vitet 98, pra ku presupozohet që ka vdekur Altin Dardha, dhe ngjarja tjetër ka ndodhur së fundmi, pra në vitin 2023. Pra, këto janë ato raste për cilat ne i kemi raste analoge, të njëjta, të ndodhura në kohë të ndryshme, por që shtetit i takon që të bëj zbulimin e tyre, në mënyrë që edhe familjarët të sqarojnë për këtë situatë, pra ata të cilët kanë të gjithë të drejtën e tyre, edhe pse fëmijët e tyre mund të kenë gabuar, pra varet, sepse në Iran kemi një sipërmarrës i cili u detyruar që të kryente krime, dhe një qytetar tjetër i cili ka kryer krime për shkak të moshës së tij të re apo mos ekzistencës së shtetit. Por që në të dyja këto raste, shteti është përgjegjës për të mbrojtur jetën dhe shëndetin e qytetarëve. Dhe ai ka detyrë që të zbulojë këto dhe mos i lëri ngjarjet pezull në mënyrë që të ketë edhe asmëri të mëtejshme, sepse nuk e dim se si do të zhvillohen ngjarjet në të ardhmen, pra që do të thotë nëse ka pasur ngjarje të tjera apo jo, ne nuk kemi marrë vesh, ka pasur ngjarje midis dy grupimeve që ishin atë periudhë në qytetin e Beratit apo jo, ndërkohë edhe ngjarje të tjera të cilat mundet që kundërshtarët e Elvis Martinajt të kenë patur kohët e fundit, pra vrasje të cilat kanë ndodhur, kanë lidhje me ta apo s'ka lidhje, a është ai i cili investon, i kryen, vjen ai vetë, e tjera me radhë. Pra, prokuroria ka për detyrë që t'i zbardhi këto ngjarje kaq të rënda në mënyrë që edhe publiku të marrë një lloj përgjigje për këtë situatë, por të vendosë të rendit e qetësia për qytetarët. Avokat, shumë faleminderit për këtë hapësirë dhe faleminderit shumë për gjithë këtë rikujtesë të këtyre ngjarjeve dhe paralelizmin që bëhet me Martinajt. Ju falenderoj shumë për mundësinë. Besoj që në emisionet e tjera do kemi mundësi që edhe t'i detajojmë gjitha episodet që kanë ndodhur me Altin Dardhën. Patjetër. Faleminderit.